Kosovës, siç është Federata Ruse, me theks veçantë, Republika Islamike e Iranit, dhe më në fund ndryshimi i regjimit diktatorial apo i dinastive Asad e njohur, e cila ka qenë aleate ngushtë edhe kundërshtarit apo armikut tonë shekullor Serbisë, si dhe angazhimi drejt për drejt i aleatëve të shtetit Kosovës. Siria tashmë është pjesë e bllokut që i takon, ku i takojmë edhe na, do me thonë, botës ku Kosova është e rreshtuar që nga vitet 90-ta, që kryesohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Republika Federale e Gjermanisë, Shteti Turk, i cili besoj që ka luajtur një rol në këtë njohje, për shkak se takimet e para, veç kontaktet e para të institucioneve, respektivisht të presidentës së Republikës, janë vënë me ndërmjetësimin e Shtetit Turk. Më pastaj, siç edhe kem deklaratat e presidentës vendit, po edhe të komunikatat e Ministrisë së Jashtme të Republikës Arabe të Sirisë, ku e njëjta i atribuon një rol meritor princit të kurorës Mohammed bin Salman. Arabi Saudite. Po ashtu edhe Ministria e Jashtme e Mbretërisë Saudiane njëjta ka lëshuar një komunikat ku e potencon domosdoshmë që ka qenë investuar, angazhuar, apo thonë ndryshe drejt për drejt i princit të kurorës ka pas një ndikim për ta finalizuar. Është një depërtim i shtetësisë Kosovës në atë pjesë ku ka qenë problematike me depërtu që nga shpallja pavarësisë, për shkak se aty ka ekzistuar një linjë e kundërshtimit tashpër të pavarësisë Kosovës dhe veçanërisht e politikës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve tonë, ku janë konfrontuar edhe Shteti Turk me ato vende atje që është njohur si aksi i rezistencës, që është kryesuar nga Republika Islamike e Iranit, thojase pa të arritur një hegemoni apo një perandori të vogël të kohëve të sotshme. Unë pres që shpejt ketë zhvillimi edhe në shtetin e Libanit, për shkak të rrëmjes së ndikimit të organizatës që është edhe ka krahun ushtarak, që është organizatë terroriste e listuar prej mekanizmave ndërkombëtar, Hezbollah, po ka edhe krahun politik, që është pjesë e institucioneve të shtetit të Libanit. Besoj që mund të lëviz shpejt, për shkak se i njëjti thuajse është në defanziv të plot dhe po shon një rol më të madh të atyre që kanë qenë sponsorizues të shtetit Kosovës në atë rajon atje, veçanërisht Shteti Turk ka do të thotë një havë të jashtëzakonshëm në ndikimin e vet në linjën e mesme. Profesor, sot po themi lajmi ishte i mirë, por sikur u vrapuat të merren meritat. Se kush zakonisht në këto rastet kur ne po themi njihemi nga në shtet, që ndodh jo shumë shpesh fatkeqësisht, dalin individ, po themi politikanë të ndryshëm, dhe flasin për meritat, shkruajnë statuse në Facebook, kjo është interesant. Besoj që kjo do të ishte më periferike në fundit. Është bërë, nëse mund të themi, tradit kjo. Është bërë një lloj kulturës, shprehime, se mund ta quajmë është ende së shndron kulturë, po është shprehi kogja e konsoliduar e politikanëve vazhdimisht që të bëjnë një